Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, s'ka dit që Allahu i liron robt e vet, që Allahu i liron robt e vet më shumë nga zjarri i xhenemit si dita e Arafatit. A kanë ditë e madhe, ditë e vogël? Nuk ka ditë që lirohen njerëzit nga zjarri i xhenemit si dita e Arafatit që është nesër. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, afrohet Allahu me këta njerëz dhe krenohet para melaqeve. Krenohet, shiko fa rob kanë arë për kitë qosheve dunjajës, për çfarë? Dhe shikone, as ka deti, as ka uj, as ka zbukurime, as kur gjo nuk ka. Për që kanë arë to? Për këtë asyje, përsi që s'ka kur gjo ati qka me lip, Allahu gjelë thot, ma rade ha ula, qka kanë këto? Qka lipin këto? Pra, qka lip se këto njeri s'ka kur gjo qka me lip? Për këtë asyje, Allahu gjelë ka bo këtë ditën ku ne e kujtojmë se ram në azab dhe cila e ngrit azapin. Azapin e ka pru gjunahi, e ngritin e azapit e ban istighfari. Andaj dita Arafatit do dita e lutjes. Neve këtu që ka sinë në Arafat, në haq, na preferohet me agjëru dhe mu lutë si agjia. Aje ka atje se ka të preferume me agjëru, pa e ka të preferume me veç me u lutë. Bile e ka të preferume me ngjit drekën me ikindi, që veç të i përkushtohet lutjes. Po cila e përbashkëta mes agjërimi dhe ihramit? Aja gje ka ihram, na këtu kena agjërim. Aja tje ka lutje dhe na kena lutje. Lutja është generale përbashkët, dërsa na sënë me i një ihram. Sunin e ihram. Po pasi që sunin e ihram, hin agjërim. Ai hek teshat, ti hek bukën, për ti të regu Allahu subhanahu wa ta'ala se ajo e cila neve na prunin që këtë deregjet të keqe dunjajës ishte gjunahi, veshja. Tu dash me esinua qka nuk a e jotja, mu zbukuru ma qka nuk përket mu zbukuru e, dhe tu dash me hangër atë qka su dash me hangër. E qka i thojnë në Allah me agjerim? Që o zos peha, as halalin os peha, veç falma atë që e bona haram. E haqiju qka i thot, o zot edhe teshat i kumlan, këta e kam sa mu mluë, më së mdukët avreti, edhe teshat i kumlan, veç falem o zot, veç falem o zot.